A mund ta parandalojmë një strok ose një goditje në tru? Dhe a ka disa njerëz që janë më të predispozuar për të pasur një strok se sa të tjerë? Përshëndetje, unë quhem Kristiana Storli dhe kam studiuar në Oregon të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për patologjinë e gjuhës dhe dëgjimit. Dhe sot dua të flasim për parandalimin e një stroku dhe a është kjo gjë e mundur? Ka disa njerëz që janë më të predispozuar për të patur një strok se sa disa të tjerë. Faktorët se përse vjen ky predispozim janë faktorë të jashtëm, për shembull personi është mbi peshë ose pi duhan. Po ju jap tani disa gjëra që mund të bëni që sot për të ndihmuar në parandalimin e një stroku. Së pari, limitoni sodiumin, limitoni kriprat, mbani një dietë të shëndetshme. Së dyti, mbani një peshë të shëndetshme. Së treti, mbani një aktivitet fizik të përjavshëm. Tashmë shkenca ka studiuar se sa i rëndësishëm është aktiviteti fizik për jetëgjatësinë e një personi. Dhe, sapo kam lexuar kohët e fundit një shprehje shumë interesante, që muskuli është organi i jetëgjatësisë. Nëse ndërtoni muskuj, jo vetëm që do të parandaloni një strok, por dhe sëmundje të tjera kardiovaskulare dhe do të shtoni jetëgjatësinë tuaj. Së katërti, mos pini duhan. Në një intervistë të disa doktorëve, kur u pyetën se cila është këshilla më e rëndësishme për të parandaluar sëmundje të ndryshme që na prekin jetën, këshilla e parë dhe më e rëndësishme ka qenë kjo: mos pini duhan. Asgjë që vjen nga pirja e duhanit nuk është e mirë. E shkurton jetën, por gjithashtu është shumë i lidhur me strokun ose goditje në tru. Ndaj nëse doni që të parandaloni një strok ose një goditje në tru, mos pini duhan. Dhe së fundmi, limitoni pirjen e alkoolit, pasi alkooli njësoj me duhanin janë lidhur me sëmundje të tilla, si sëmundje kardiovaskulare, por gjithashtu dhe me mundësinë për të pasur një strok në jetë. Nëse keni shqetësime të tjera, ose nëse këto që sapo përmenda nuk po shkojnë mirë në jetën tuaja, është shumë e rëndësishme që të flisni me një doktor, pasi të gjitha këto që përmenda pak më përpara mund të ndreqen ose mund të rregullohen me ndihmën e një doktori. Këshillat që sapo përmenda janë të rëndësishme, por është një që doktorët thonë është këshilla më e rëndësishme për sa i përket parandalimit të një goditjeje në tru. Dhe këshilla është kjo: kontrolloni tensionin. Personat me tension të lartë kanë një lidhje të drejtë për drejtë me strokun dhe goditje në tru. Kemi goditje në tru, shkaku i të cilave është tensioni i lartë. Nëse keni tension të lartë, kjo është diçka që mund të rregullohet me ndihmën e një doktori. Shpesh fillojmë me ndryshime në stilin e jetesës, si një dietë me shëndetshme dhe aktivitet fizik, por ka persona që kanë nevojë për një lloj medikamenti që ndihmon në uljen e tensionit. Ka lloje të ndryshme medikamentesh që ndihmojnë në uljen e tensionit. Nëse kjo është e nevojshme, flisni me doktorin dhe ai do t'ju rekomandoj se cili është ilaçi i duhur për ju për të kontrolluar tensionin. Shpresoj që këto të kenë qenë këshilla të dobishme për ju. Dhe deri në videon e ardhshme, mirupafshim!